Shana ka ardhur këtë herë nga Temuja. Shana ka ardhur. Që sa kam hapur dhe që ti kam tregu. Ti thua çfarë s'ka ardhur, jo çfarë ka ardhur. Dhe sa kam shtëpi. Ti kam thënë sa ja ti marr po. Po, ka dhe I qesa pa... Ka të qumshin. Kështu që manë qumshin, formulën. Ka edhe Bashkë, po. Që tashun ty mere. Ja ta afrojmë pak. E shumë e mirë kjo. Për pushime. Është si e but nga jashtë? Jo. Është fort, okay. Plastik është, nona. Çfarë? Se kështu... Që me la biberonat dhe ka një kështu skruto që të hellësh ilaçin. Se unë kudo që po shkoj po bli nga një ilaç enësh. Po. Shumë mirë. Edhe... Që e si lodër. Si? Qa s'kanë bo, a? Ja, ka këto rropa kështu. Kushte kjo është ajo, po. E fut ilaçin këtu. Shumë mirë. Atë maje vetëm për rrugë. Se vujtëm Kosovë. Pa. Për maginë time të re. Qasha? Pysh, edhe me fshi atë monitorin e madh. Ka vetë të letkën e këtu sprutën. Po që largu të 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 kështu xhamash? Xhamash mirë. Këto janë... Vath. Jo, nuk janë vath. është një zemër e vogël që ka dhe ngjitsin e vet. Po? Ja se afrojun po? Edhe ka ngjitsin e vet dhe e ngjit ku dush, e ngjit këtu, e ngjit nëpër trup. Që ka një për motrën, pra okay. Kjo është unaz. Po kjo është për motrën? Nuk man motra ka ish florina. Jo, man motra, dy florina po I maj, këte po e majun. Kjo që ka vathët. Edhe këte po e majun. Tjera ti ka miqë, si maj do të mokë. Vathët. Shumë bukra. Kështu si kjo ka marrë dhe I cover telefonit. Po që ka për udhën e vërë, të të majë qemë. Jo, mi se duken ashtu të të maja. 19-ta. A vdeksha, unë sa atleta duken e? Po mi e kështu? Ku për fare? Gjithë. Ha, janë shumë majë bë. Jo, nuk janë shumë majë. Po pas garë pakot e lukë. Si e? është aromë makine? Po. Me vërte këtë nga, për ishte me shtrejta. Kjo ishte më duket 12 lek. Mos është një që është set? Nuk e di. Mos e bo me dham. Mos e boni me dham asë I herë të gjë. Po, ne e bëm me dham, I themi tjera mos e bëm me dham. Qajere, gjyra me lorë. Ngjojni që e aromën, ngjojni. Shipe lorë? Shipe lorë, sa e mirë lorë, e mirë, e? Good mo! Sapun qëve, sapun dove. Jo, fix aromë Dubai. Bobash. Mirë, ha? Hape tjetërën? Indianç. Ja, ta që në bërë. Indian boba. Tani! Po kjo qash? Jastik Dubai. Pasyra gocë. Pasqyra? Pasyra që vetë bre, ta shofë. Që e ke pasqyre butë kështu? Fakt shre kam pas dhonë. Veksha zë. Jo. Sa e bukur. Sa gjo e bukur. Do t'ishet kjo letra? Shumë e bukur. Shumë. Po qeter? Qa ka qeter? Që thash është si E pas ke marrë si gjarpër. Kjo është rjeta, se unë e huma rjetën e karrocës. E huma, nuk e di ku e kam lanë fare. Nuk kam me hapë rjetë karroce, ha? Këto jam bigudinat e mija, që tash s'kam nevoj se... Nese, po do kesh nevoj, do kesh. Roba banjo. Ape e? Roba banjo, kështu si Marilyn Monroe. Spashi, na duen trup. Shumë bukra kesa. Po motra? Po ti mora, nuk e Po di motra. si do jenë, se... Ta kem që me në gjohë. Kisi po motra? Motra, e ka te mund, e ki kështu sa aplikacion telefon? Si më shpshi. Sa të shfirë? Më shpshi pa dashje. Ha, po, jo, qa? Qa është mi kisi? Pa kërëcika. Qa është? Janë që vejnë kështu të... Janë bathi me më duket. Ja, me. Më shka marrë shumë një prekësh, bëjë. Kes qa do jo po që ka maskë shtyre. Se në nga më duket si. Po, unë s'kisha marrë një budallik. Vetë këtu, për të... Më skrijohen këto... Double chini, po, okej, Po me kuptu. krem ti dhe e man me këtë. Po u duka pak e çuditshme ajo. A shumë duke mu.
Kurse këto janë ato që mithyve ti ku ishin në që majnë qese gjona nga nga ka marrë karota. hekri që mos më thysh më. Kaq. Normale mo, normale. E mushë tavolinën. Hajde ora ti gëzosh. Faleminderit. Përshëndetje YouTube-i, mirë se erdhët në kanalin tim dhe mirë se erdhët në një vlog të ri. Sot është e premte dhe ndryshe nga të premtet e tjera që unë çohem mëngjes me çunin dhe me Lorin dhe ikim dalim direkt, sepse ditë premte më vjen ajo zonja që më ndihmon me punët e shtëpisë. Sot do jem në shtëpi sepse ajo zonja është pak pa qef dhe sinqerisht jam mërzit shumë sepse jo për faktin që nuk do vi këto ditë, po unë jam lidh aq shumë me atë dhe e kam aq shumë xhan sa që për gjë më të vogël që të ndodhe unë ndihem shumë keq dhe është me vërtet goxha pa qef, me aq sa më tha dhe më ka mërzit shumë dhe shpresoj që të bëhet mirë sa më shpejt, të marri veten. Sepse e kam shumë xhan dhe uroj vetëm, domethënë më të mirat. Dhe prandaj sot ne në shtëpi, nuk i kam me Lorin dhe me çunin. Lori çoi çunin në kopësht. Dhe ai do vazhdoj punët e veta, ndërsa unë do merrem me punët e shtëpisë. Ka goxha punë shtëpia. Se si fillim do rregulloj komplet pjesën e garderobës se është bë lamsh. Më shumë është bërë lamsh pjesa ime se sa e Lorit. Lori është shumë i kujdesshëm se unë për rrobat. Do merrem me rroba, do ndroj çarçafët. Zakonisht çarçafët i kam ditë hëne për t'i ndru, po e shoh që kanë marrë atë rrullën shumë të keqe se këto ditë ka flet çuni me ne, domethënë kemi flet 3 veta në krvat dhe është bërë shumë e rrulla dhe nuk më pëlqen ashtu, do t'i ndroj që sot. Qa kam tjetër, do rrulloj të dhomën e ndenjës, që s'po ja u kthej kamerën që ta shihni se si është bë. Edhe mund të shoh pjesën e raftit tek banjo, është mush aq shumë, domethënë gjonat nuk është se janë keq, nuk është se janë shtremët ose nuk është se janë pisë që ngjajnë keq, po nga që është mush shumë, nuk ngjan bukur. Dhe tani do mundohem t'i seleksionoj pak gjonat, t'i heq, t'i rregulloj, t'i bëj, që të duket më e sistemume. Qa kam tjetër? Dhe do laj pak dhe pjanurën, se bona vez tani mëngjes, edhe unë kur bëj vez si kur plas bomba. Dhe kaq, po si fillim them të bëj një kafe për veten time, se mëngjesin e hëngra, po nuk ja u tregova, kisha bë vez, tomate, buk me Philadelphia me prosciutto dhe pak djathë bardh, po nuk e mora kamerën që t'ja u tregoja, po tani do vazhdoj me kafen, dhe këtu, që se shifni, janë një 4 palë kështu pandofla, shapka nuk mund t'i gjuja nga ato pandofla me pak platform, dhe do u tregoj pastaj, sepse janë të preferumet e mia dhe të mamit për këto 2 verat e fundit. Pa të mble vjet nga 2 palë, 2 palë unë, 2 palë mami, dhe duhet i keni pa shumë në për vlogjet e mia, dhe aq shumë na kanë pëlqyer sa që si vjet blem nga 4 palë unë, 4 palë mami, 4 palë kesi, pëlqeu dhe kesi shumë.
Dhe i kemi marrë ngjyra të ndryshme, po do t'ju tregoj pastaj sa të bëj kafen, besoj do dal pak te balkoni, se që ka ditë e bukur sot, ose mund t'ulem këtu të shoh në gjë në televizor, në vlog, nuk e di. Po qohem të bëj kafen dhe shifemi se sot e ndjej që do filmoj, edhe do filmoj goxha në shtëpi, se e di që keni shumë qef këto filmimet në shtëpi. Shifni pak gjendjen e garderobës time, që është një tmerr i vërtet, sepse jam në proces akoma heqje rrobash të dimrit dhe duke i zëvendësuar me të verës. E di që mami do më bëj namin për këtë video, për këtë pjesën këtu, po mami nuk kam çfarë bëj, se duhet sistemu. Dhe unë nuk jam si ty që i sistemoj mrena ditës. Unë du një muj që t'i rregulloj,
Po, doja dalim. Sot e kam vendosur, e kam da menjen që do marroj komplet pjesën e garderobës. Po nuk po ja u tregoj me detaje se nuk është se ka ne gjë të bukur për tregu. Ta dini ju se kush më ka ardhur mu sot. Se kush më ka ardhur mu sot ke shtëpia Milës. Nuk e di, më shtoj jetën, zbukuroj shtëpinë, ja t'ja u tregoj që se kush më ka ardhur. Si fillim një herë boni mashallah. Boni mashallah një herë. Pastaj t'ja u tregoj. O kush ka ardhur? O kush ka ardhur? O kush ka ardhur? Drita ime. Jeta ime. Zemra ime. Kush më ka ardhur mu? Kush më ka ardhur mu? O shpirt. O zemër. Kujt i bëhet kjo brymat e faqet? Kujt i bëhet? Gosës time. Gosës time. O jetë, o dritë, o yll, o shpirt, o zemër. Zemër. Sot më erdhi goca motrës, ka një gjysmore 20 minuta, sepse motra ka qik punë ke dentistja dhe mami nuk është, ka ikë në Gjermani dje me babin dhe nuk ka ku ta lej, ma solli mu. Dhe shumë mirë bonit, masi dhe sa më shpesh se unë vdes marroj për atë. Dhe e vura në gjumë, kam bo një tip shpike, atë tavolinën e ngrënjes çunit e kam shtri komplet, se unë atë të pek perekos, prima papa, më shumë për këtë punë e kam marrë, sepse ka shumë nivele shtrirje, dhe si ku ta dija që do mu donte për gocën, dhe e kam shtrirë dhe e kam bërë komplet kërvat, i vura një batani aty, edhe atë ambulesën e vetë, dhe e kam shtrirë gocën aty, e kam siguru, dhe e kam vërë një qik muzikë këshu bebesh, dhe inshallah nuk më kap copyright, se dhe mund të më kapi, nuk e dihet. Dhe goca është në gjumë, ndërkohë unë po merrem me drekën, që vita edhe motra, ka edhe Lori, mos do në vite punati taj, tani po shkon motra të marri dhe çuni në Kupësh, dhe do me shumë mundësi sot do rim gjatë ditës te shtëpia ime. Unë te dhoma kam plas bombën aty dhe e kam lanë ashtu të plasme, se me erdhi goca dhe u blokova pak, nuk merrem dot me rrobat, po kur vi motra që të shofi vetë gocën, do vazhdoj edhe me pjesën tjetër të rrobave dhe do u tregoj patjetër se si del garderoba në fund. Ika pra, se duhet shoh kotoletat dhe shikemi gjatë ditës. Nuk e dia e dini këtë truk, ose a e përdorni, po të vendosësh një pecet guzhine tek tenxhera ku keni gatu pilafin, dhe po ta mbyllni kështu, do të thonë momentin që ka mbaruar, e keni fix sopën, po ta leni 10 minuta me pecetën, pilafi do ketë një teksturë dhe një pamje dhe një shije shumë më të mirë, sepse kjo thith të gjithë avullin dhe e thanë, do të thonë nuk e lena shumë të qullët, sepse pilafi nuk është si puna risottos që duhet ri pak i qullët, duhet kokrat marri formën tamam dhe mos ngjitet me kokrën tjetër, ja, shihni. Del perfekt fare. Provojeni dhe më kujtoni.
Ciao.